Ndryshe nga bashkitë e tjera të qarkut juglindor, Pusteci, si bashki minoritare, ka një traditë ndryshe sa i përket veshjeve dhe valleve popullore. Në këtë reportazh, shikuesit do të kenë mundësi të shohin dhe mësojnë më tepër lidhur me karakteristikat e veçanta të kësaj zone dhe autenticitetit që pres pa ka Llazo Stojan, me profesion disa vjeçar të mësuesit të lëndës histori, gjeografi dhe aktualisti specialist pranë bashkisë në sektorin e turizmit dhe kulturës. Në një intervistë për CNA, ka treguar fakte interesante të trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore, siç e quan ai, po ashtu tregon se vallet janë karakteristike e zonës dhe të trashëguara brez pas brezi, nga moshat e vjetra tek të rinjt. Prespa Bashkia e Pustecës përmendet edhe për trashëgiminë kulturore si materiale dhe shpirtërore. Për vallet në historikisht përmendemi në qarkun e Korçës për vallet tradicionale autoktone, pasi ne jemi zonë minoritare dhe kemi marrë pjesë në çdo festival që është organizuar nga qeveria shqiptare në Gjirokastër dhe në Berat. Këto valle janë karakteristike për zonën tonë dhe luhen brez pas brezi, si nga moshat e vjetra deri në moshat e vogla. Më karakteristike janë vallet që themi ne Gjishino. Është një valle shumë ritmike, shumë e shpejtë, shumë interesante. Sitno, valli i themi ne Zhapçe, i themi ne Pogaçata, Eleno. Qytetarët korçar janë ata që mezi prisnin t'i shihnin këto valle, për shkak të veçantisë që kanë, ndonse kanë lidhje me shtetin Maqedonas, ato kanë evoluar dhe kanë marrë nuanca të tjera. Janë trashëguar brez pas brezi, apo jo, si kulturë materiale shpirtërore. Dhe ka brez, më thënë që unë kujtoj që ishte vërtet mjeshtra. Dhe kur shkonin në Korçë, korçarët mezi prisnin vallet e zonës tonë. Nostalgji. A ka ndonjë gjë të përbashkët me Maqedoninë, duke qenë se ju jeni edhe minoritar? A keni ndonjë valle që mbase mund t'ja u keni marrë atyre kështu si shembull? Këto vallet janë vallet autoktone, kuptohet, dhe kanë lidhje. Por ne duke jetuar në mjedisin shqiptar, kuptoj që kanë evoluar dhe kanë marrë nuanca të tjera. Shumë interesante për zonën e Prespës mbeten veshjet popullore që banorët përdorin në festa të ndryshme. Llazo tregon se këto veshje kanë qenë prej shajaku dhe shumë të rënda, çka e vështirësonte mbajtjen e tyre. Megjithatë, kur nuk kanë hequr dorë nga kjo traditë e hershme. Në rast se gëzimesh familjare siç janë dasmat, veshjet popullore merren si paj nga ana e nusës dhe familjes së saj. Në kohët e pashme që tani vishin në raste festash ose festivalesh, më parë ishin veshje të zakonshme, si burrë dhe gratë. Pastaj me kalimin e kohës, me evolimin e kohërave, këto veshjet ishin të rënda dhe të trasha, sidomos në verë, dhe pastaj u mbajtën thjesht si kostume në rast festash, dasmash. Dhe përgjithësisht veshjet e zonës tonë, më thënë, dhe kanë kritikuar specialistët, janë veshje përgjithsisht të rënda. Janë peshajaku, dhe ishin shumë të vështirë për të përdorur, sidomos në verë. Besa nuset më parë në zonën tonë vishin me këto lloj veshje. Në verë nusja me emocione, kështu që kishte shumë të vështirë për të mbajtur këto veshje. Pastaj ka evoluar, më thënë, si gjithkudo, nusja është veshur me veshje të bardha. Kurse tani veshjet përdoren në rast dasmash, në rast festash, në rast festivalesh, dhe ruhen nga gratë dhe nga vajzat si paje. Dhe gratë i mbajnë me nostalgji që nga kohët ata ishin të rinj, kurse vajzat i marrin si paj tek dhëndri, si paj nga familjet e tyre. Bashkia e Pustecit ka 2 grupe të valltarëve, një me fëmijë dhe nxënës dhe grupin tjetër me të rritur. Llazo thekson se jo të gjithë mund t'i mësojnë dhe t'i kërcejnë, pasi kanë ritëm dhe shpejtësi e normalisht kërkojnë më shumë angazhim. Në bashkinë tonë kemi 2 grupe me fëmijë, me nxënës, që si vit 2024 kemi bërë në 2 shkurtë, ishte dita ndërkombëtare legatinave. Në shenë fshati kemi bërë një manifestim të madh, ku u angazhuan grupi i nxënësve, që kanë moshë të vjetër, të re, dhe grupi i valltarëve të bashkisë, vallja brezave, që të veshur kuptohet me kostume tradicionale të zonës tonë, Prespës.
këto valle, a janë të thjeshta për... Për zonën e Prespës, veshjet e vallet popullore janë një pasuri shpirtërore që ruhen me fanatizëm nga banorët. Po këto janë një pasuri shpirtërore të trashëguara bes pas brezi që ruhen me fanatizëm dhe që luan me fanatizëm dhe shikohen me fanatizëm në YouTube ose në kasetet të ndryshme që njerëzit me të vërtetë e kujtojnë, të them të drejtën, që më parë aktivitetet kulturore ishin më të mëdha, më të organizuara dhe kishte pjesëmarrje masive, kishte konkurrencë kush të futet në valle. Pasi kishte dhe shumë të rinj. Ndonse aktivitetet kulturore kanë qenë më të reduktuara, pjesëmarrja e grupeve të vallëtarëve nuk kanë munguar në to. Llazo tregon disa nga aktivitetet më të veçanta që kanë marrë pjesë, duke përfaqësuar Bashkinë e Pustecit me valle të përzgjedhura e të performuara aq bukur dhe me emocion. Në vitin 2023 ne ishim pjesë e Qarkut të Korçët në festivalin folklorik. Ne ishim gjithashtu në korrik të vitit 23, erdhen në bashkinë tonë dy presidentët shqiptarë të Macedonisë, ne ishim pjesë e atij koncerti. Gjithashtu në tetor të vitit 2023 ne ishim pjesë e koncertit që u bë nga qeveria shqiptare për nder të samitit të Bashkimit Evropian që bën në Tiranë. Dhe gjithashtu në vitin 23 ne ishim pjesë e muzikut të koncertit me këngë valle nga Qarku i Korçës për vitin e ri 2024. Ndërsa për si vit, thash ishim pjesë e koncertit që u bë në 2 shkurt, me dasmë ditën e legatinave, organizuar nga zonat e mbrojtura nga Bashkia. E tani kemi më 7 maj një aktivitet i madh që organizohet nga Bashkia për hapjen e zonës turistike. Aktiviteti i radhës që po planifikohet nga Bashkia Pustec është ai datës 7 maj, që do të përkojë me çeljen e sezonit turistik të kësaj zone. Ky organizim do të jetë një nga më të veçantët, pasi siç ka mësuar edhe CNA, do të ketë promovim të gatimeve tradicionale, veshjeve dhe valleve popullore, guida turistike, duke shfaqur atraksionet që ka Prespa. Në këtë aktivitet nuk do të mungojnë këngët dhe vallet, si dhe pritet të ketë mjaft pjesëmarrës, jo vetëm nga qarku juglindor, por edhe më gjerë.